Ja ku jemi përsëri bashkë dhe si që paralajmërova, rrjedhën e emisionit po e vazhdojmë me një tjetër bisedë. Këtu në studio kam artistën Zana Ramadani, me cilën do të bisedojmë për ekspozitën e saj të radhës, ku kësaj radhe është pak më ndryshe, pak më e veçantë, por detajet do t'i zbulojmë përmes kësaj bisede. Përshëndetje Zana, është shumë kënaqësi me të pas këtu. Përshëndetje Lia, kënaqësi gjithashtu e imja. Pra Zanat, ekspozita titullohet në shpejt dhe hapet nesër në Creative Space, dhe pra do të qëndroj e hapur deri me 28 qershor. Pjesë e ekspozitës do t'jenë edhe disa fëmijë me autizëm, apo jo? Ku lindi kjo ide? Prej disa kohë kom fillu me punu me fëmijë, me mentoru, edhe shumë thjesht për dashnisë të madhe që kam unë për fëmijë. E vërtet. Fillova me punu me ta, po s'ma ka marrë mendja që kom e mëri një rezultat edhe kom e dalë bashkë kështu të kënaqur. Edhe kom e vazhdu, kjo është, veç që kom fillu, është projekti i parë, po është në vazhdimsi. Po si kanë qenë fëmijët në bashkëpunim? Si ka rrjedh puna me ta? Që aty kom pas frikën më të madhe, për shkak se ata i kanë edukatorët, kujdestarë, psikologë që mirën me ta, dhe kom pas frikën qasja e tyre parë. Dhe plus kërkesa për shkak që kemi pas kufizimin e kohës, kom pas frikë mos pjun punoj shumë, adin kërkesat e mija mos po janë shumë ma dërashta për ta, po qasja parë ka qenë shumë e mirë, dhe ka qenë njerë fillim takime, ma ndejmi njerë kemi i punës, po pa kur farë obligimi. Atë fëmijët kanë qenë të lirë vetë, të lirë me punu. Do të punimet kanë qenë të lira dhe qëfar... Që aty është edhe krejt idea e kësaj projekti, që këta faktikisht e punojnë ciklin që unë e punoj që disa vite. Kjo është ciklin në shpe, që unë e punoj bashkë këtë cikl që disa vite, pra kjo është që ajo ka qenë edhe idea dhe qëllimi, që këta me qenë pjesë e imja, po shkak se e kemi stilin e njëjtë. Po cili është qëllimi kryesor, ta themi, ekspozitës? Po më duket kjo ndoshta t'i kushtojnë pak më shumë rëndësi këtyre fëmijëve. Pra, pse edhe kjo është ekspozita ime 8 personale, më i me thonë, është diçka ma ndryshe, është pse janë fëmijët këto në pyetje, edhe kjo ka qenë një shtyt shumë e madhe për mu. është një qëllim që me pa të gjithë që me shumë pak mundemi me bo bashkë. Edhe është qëllimi që mu pa puna atyre, s'do me thonë me qenë një artist, ose me punu, ose me shku në përkurse, ose me mu profesionalizu për me pas diçka një ekspozit. Pra kjo ka qenë qëllimi që si cili fëmijë e ka të artistin në veti, edhe me mu pa puna atyre. E aty desha dalë në fakt, sa është rëndësishme kjo, që përmes artit të përcillen këto mesazhe, këto qëllime që janë tetë, do me thënë se, sepse arti mendoj që flet shumë. Shumë arti flet, vetë. Gjuhën e vetë. Jemi, mund të themi që jemi të jetu tash me një kaos shumë të madhë, përshojmë rrethin. E vërtet. Qysh jemi të jetu, pra sa ma shumë që ka aktivitete, sa ma shumë që ka performanca, sa ma shumë që ka loja, ajo është shumë është një arritje e madhe, një rezultat i madhe të fëmijët. Pra, shumë a shumë i kësha sugjeru mu marrë me fëmijë, mu marrë me rini, se sa me gjana tjera që përna preokupojnë të gjithëve. E vërtet, kjo. Po, kjo ekspozit po ashtu është mbështetur nga Ministria e Kulturës, apo jo? Por në përgjithësi, sa gjeni bashkëpunim me institucionet kur bëhet fjalë për projekte të kësaj natyre? Dorsa dhe në përgjithësi për ekspozitat e tua? Drejt me thonë, nuk kom qenë një individ që shpesh kom apliku, kjo ka qenë njëra e parë që kom apliku, dhe më kanë mbështet, që i falenderoj shumë, pra kështu që s'ko mund dalë, se masi nuk është kjo vetëm për mu, kjo është edhe për fëmijë, kjo është edhe për rini, edhe për të ardhmen që i kom projektet e radhës, për që mos t'i shpaljosi, që është për në të ardhmen. Po çfarë mund të presin mysafirët në këtë ekspozit? Ngjyra do të ketë, e di, si gjithmonë në ekspozitat e tua, apo jo? Ngjyra, do me thonë, përveç punimeve të mija që janë shumë me ngjyra, ashtu të janë edhe punimet e fëmijëve, që i kemi bashkë ekspozume në përmuret njëta, që vrejt shumë, unë i pres me pas një, me vizitu, më mësu me vizitu, me pa ekspozitën. Po. Qëllimin e ekspozitës. Sigurisht. Po, si duket, ngjyrat janë pika jote e fortë. Pyetja ime është ku inspirohesh zakonisht kur krijon Zana? Gjithka. Krejt që ka më duket krejt jeta... Krejt që ka më preokupon, dhe ashtu i kam edhe profesionet tjera që i bëj. Krejt këto i kam që
Po më në keq ka më rëthon, faktikisht unë edhe këto që i kam shtëpia tash që i punoj që këtë ciklin në shtëpi. Këta e kam për shkak që e shpreji që kulmi, shtëpia është një objekt shumë i rëndësishëm për mu, familja, një shtylla. Edhe qatë që është e rëndësishme ambienti, ku unë jetoj dhe veproj, si përmes familjes, shoqërisë, rrethit që e kam, mundona mi majtë sa ma afer, mundona mi pa sa ma afer, pra kretë këto i shpallosin unë ato ndjenjat e mija që më prekupojnë, të janë njësë prej gjitha ndjenjë, po menoj ndjenjave të ndryshme, unë ato i shpallosin me ngjyra sa ma të vesta. Po më duket jetën e ke krejt ngjyra sepse ashtu të vjen edhe ndjenja krejt pikturat e tua deri më tash janë të punuara në atë mënyrë, me shumë ngjyra, me shumë jetë. Po si një artiste me shumë eksperiencë në botën e artit, sa ka qenë e vështirë për ty me mbajt këtë ritëm dhe këtë konsistencë për gjatë këtyre viteve, sidomos në një vend vogël si që është Kosova? Drejt me thonë, hiç nuk e mendoj, veç punoj. Nuk e mendon? Jo. E don shumë atë që bën? E do punën që e bëj shumë, edhe si te përfundoj një projekt minjer, hala ka e përfundu mirë, mendoj që ka me punu diçka tjetër, mu puna më banë. Po më nëjë puna është jeta jeme. Edhe në krejt kjo që e bëj, është jeta jeme. Ka sfida, por dashuria është më e madhe se sa vështirësitë që... Shumë ka sfida, më ndoj edhe na që punojmë, që jemi në jetë televizive, kemi shumë avshtirë, s'kemi kohë, sidomos që jo më në nane 3 fëmijëve, po çdo herë e gjenë kohën. Kur dënë me punu, gjithmonë e gjenë kohën edhe vjetë vjen rezultati. Shumë e vërtet. Sa më shumë që punon, rezultatin e ki afer. Po për fundën desha të pyes edhe për planet e tjera në përgjithësi, me njëherë pas kësaj ekspozite di që ke mendu për ekspozitat e tjera të radhës, sepse nuk ndalesh, je gjithmonë duke krijuar, po besoj që do të ketë diçka edhe në vazhdim. Po, kjo ka me qenë vazhdimsi, ekspozita edhe me fëmijët e sindrom Down. Tash fillojmë edhe për javës tjetër, pra kjo është edhe që zgjat edhe ja 2 javë. Pra i kësha lutë prend ose kush do, se qatë shumë ko marrë mesazhe, qatë shumë ko më kanë shkrujt, që janë të hapun, janë të lirshëm, me më shkrujt nëse dojnë fëmijët me punu, se nuk përdu me marrë, po menej nuk përdu me ja u bosi obligima, është punë shefit, është punë e dëshirës, pra që ata me qenë bashkëpunëtor në ekspozitën temë. Zana, faleminderit që ishe me mu sot. Pak më ndryshe kjo intervjë, sepse Zana është tezja ime për ndryshe. Ken një bisedë pak më formale kështu, por shumë e lezetshme. Gjithmonë e mirë pritur këtu në Koha Vizion, kështu që faleminderit shumë dhe shihemi në ekspozita. Faleminderit e ty dhe shumë. Faleminderit, Zana.